Ajo çfarë është pak problematike Esmeralda te kjo pjesa e kryetarit kuvendit është se as me ligj, as me kushtetute, as nga vendimet e gjykatës kushtetuese që të situatave të tilla nuk është se ka një afat, siç ndodh për shembull me çështjen e qeverisë apo procedura të tjera, ku normalisht ka afate të caktuara pas në 10 kjo është kleçka që mund të zgjatet. Kuvendit mungojnë këto afate dhe normalisht kjo pastaj po kjo është edhe ajo pjesa që i jep hapësirë këtë rast lëvizje vendosje apo cili do parti që të krijojë zvarritje pasi nuk ka një afat caktuar se sa i duhet ta zëm, sepse ta marrim shembull tek rasti i kryeministrit dhe qeverisë, partia e parë që ka të drejtën për të kriju qeverinë, ka 15 ditë nga momenti kur i jepet pra mandatimi, ka 15 ditë kohë për të kriju kabinetin qeveritar, për të sjellë pastaj kabinetin qeveritar tek kuvendi dhe programin qeveritar në mënyrë që pastaj deputetët e Kuvendit të Kosovës ta votojnë ose jo. Edhe po ashtu pastaj jenë edhe radha e të dytit që është caktuar për brenda 10 dite, po ashtu ka afat që të sjellin pak a shumë procedurat e njëjta. Ndërkohë që për çështjen e kryetarit të Kuvendit nuk ka afate kohore dhe kjo normalisht krijon pastaj hapësira edhe për të zhvilluar razvarritje ose vonesa të tilla. E kuptoj. Po lexoja pak në mediat e Kosovës se pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, ministrat që marrin mandat deputeti duhet të japin dorëheqjen. Çfarë ndodh në këtë moment, si mund të funksionojë qeveria, do të vazhdojnë që ndrojnë detyrë, duhet largohen, çfarë ndodh me zotin Kurti, do ta marr mandatin, s'do ta marr? Po tani ideja është kjo që parimisht ne kemi një qeveri në detyrë që i bie që nuk janë po themi tamam ministra dhe tamam qeveri, sepse janë thjesht qeverinë e detyrë që po kryjnë detyrën e saj deri në momentin e zgjedhjes së qeverisë së re. Dhe normalisht edhe kjo pjesa se ministrat, këtë rast edhe vetë zoti Kurti si kryeministër, në moment që do të bëj betimin si deputet, i ri i Kuvendit të Kosovës duhet heq dorë nga postet që mbajnë. Kështu që unë prapë po them, gjitha këto procedurat e zvarritjes kam përshtypjen që do të bëhen në atë formë që mos të kemi, po them, problemet e tilla, qoftë edhe për ministra apo vetë kryeministrin. Ose në momentin kur ata do t'i kenë votat, besoj pastaj e kanë shumë më të thjeshtë që eventualisht edhe të heqin dorë për pak kohë nga postet, sepse ideja është në rast se lëvizja vendosja arrin t'i bëj votat e saj për të votuar kabinetin e ri qeveritar, është çështje ditësh pastaj pak a shumë se sa mund zgjas gjitha procedura deri te themelimi i qeverisë dhe votimi i saj. Kështu që nuk besoj që kjo do të jetë shumë problematike për faktin se, pra po them, gjithçka do të varet nga ajo se sa do të jetë zoti Kurti sa do të ketë mundësi të krijojë vota, të krijojë numrat, të sigurojë numrat cilët do t'ja mundsojnë pastaj që gjitha këto telashe po them mos t'i diskutoj fare, t'i ketë shumë lehtë të i kalueshme. Por pra po them, gjithçka do të varet nga ajo çfarë zoti Kurti dhe lëvizja vendosje do të arrijnë të bëjnë sa i përket sigurimit të 61 votave për qeverinë e re.